أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ky është mëjlisi I tretë në shpjegimin e Mimijes El-Hafidh El-Hakami. Data e këtij mëjlisit është 5 Gjumada al-Ula 1437, 14 shkurt 2016. Jemi tek faqja 27. Tek vargu I tretë. Pra kemi marrë البيت الأول vargun e parë Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami dhil mulki wal malakuti al wahidi as samadi al barri al muhaymin mubdi al khalqi min adami. Dhe në vazhdim thot autori men allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. من علم الناس من علم الناس اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول بمعنى الذي أي الذي علم الناس ما لا يعلمون كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Men është ism mausul me kuptimin alladhi, pra I cili I mësoi njerëzit atë që nuk e dinë. O bil bayani antaqahum, dhe ja mundsoi për Allahu subhanahu wa taala I bëri, I krijoi njerëzit të kenë mundësi të flasin, të qartësojnë atë që kanë në mbrëmsinë e tyre. Antaqahum, pra më të folur, I bëri të shqiptojnë, të shprehin atë që duan të thojnë. Wal khatti bil qalami, dhe të shprehin gjithashtu me të shkruar atë që e ndjejnë, atë që dëshirojnë ta thojnë, ta nxjerrin nga mbrëmsia e tyre. Pra ka falendëruar Allahu subhanahu wa taala dhe ka treguar nga mirësitë e Allahut azza wa jall ndaj njerëzve dhe ka veçuar në kujtim sepse mirësitë e Allahut subhanahu wa taala janë të shumta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse do të kërkoni të numëroni mirësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk I numëroni dot. Ka veçuar poeti, sheikhu, men allama an-nasa ma la ya'lamuna. Ai I cili mësoi njerëzve atë që nuk e din, o bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami, ja mundsoi të flasin dhe të shkruajnë. Të shprehin atë çka kanë në mbrëmsinë e tyre me të folur dhe me të shkruar. Dhe tema është fil wasaya wal adab al ilmiya, në porosi dhe në këshilla, rregulla
të cilat kanë të bëjnë me diturinë, me nxënësin e dijes. Dhe për këtë e shohim se është e përshtatshme të kujtohet kjo mirësi në momentin kur po falendron pra autori Allahu subhanahu wa ta'ala për mirësitë e tij të shumta dhe ka veçuar ose ka theksuar nga këto mirësi të shumta mirësinë e diturisë. Mubdil khalqi min adami. Mubdil khalqi tek vargu i dytë thot dhil mulki wal malakuti al wahid al samad al barr al muhaymin mubdil khalqi min adami. Mubdil khalqi min adami, i cili i krijoi krijesat dhe më parë s'ishin asgjë. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pa lexo me emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Khalaqa al insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al akram. Tregon Allahu azza wa jall për krijimin. Allama al insana ma lam ya'lam. Dhe i mësoi pra njeriu atë që nuk e di. E shikoni pra rënditjen dhe burimin e kësaj rënditje. Dhil mulki wal malakuti al wahid as samadi al barri al muhaymin mubdi al khalqi min adami man 'allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalam. Pra nga mirësitë pasi Allahu azza wa jall na krijoi nga mirësitë e veçanta që duhet ta falenderojmë Allahun azza wa jall për këtë është dituria. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allahu ju nxori ju nga min butuni ummahatikum. Al-batn është çdo gjë e cila është në mbrëmësi, nga mbrëmësitë e nënave tuaja pa nga mitrat e nënave tuaja. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Ju nuk dini asgjë. Pra Allahu azza wa jall e krijoi njeriu. Lindi nga nëna e tij, i krijuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala, la ta'lamuna shay'an, nuk dini asgjë. Wa ja'ala lakum as-sam'a, ju bëri Allahu azza wa jall, ju krijoi për ju të keni as-sam' dëgjimin, wal basar wal absara dhe shikimin, wal af'idata të ketë fuad, të ketë zemër, la'allakum tashkurun, që ju kështu të jeni falënderues. Të në elementet e diturisë. Yesma'u wa yara wa yaqil. Dëgjon, shikon dhe logjikon. Afalaysa lahum qulubun ya'qiluna biha. A nuk kanë ato zemra të logjikojnë me to? Allama al-insana ma lam ya'lam. Wa qala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, e të mësoj ty. I drejtohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, e të mësoj ty atë që ti nuk e dije. Wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. E mirësia e Allahut ndaj teje është e madhe. Fal ilmu fadlullahi wa minnatuhu. Dituria është mirësia e Allahut subhanahu wa ta'ala, wa minnatuhu, dhe dhënia e tij. Dhënia e Allahut azza wa jall, ataullah. Ka shumë rëndësi për nxënësin e dijes ta di se kjo dituri që ai e mëson, e posedon, e ka, kjo mundësia dhe aftësia për të folur, për të shpjeguar dhe për të shkruar, të gjitha këto janë min minanillahi alejna, nga mirësitë dhe dhënjet e Allahut azza wa jall për ne. وتعليمه سبحانه شامل لكل علم من علوم الدنيا وعلوم الآخرة. Dituria që ne Allahu azza wa jall na ka mësuar, wa 'allama al-insana ma lam ya'lam, i mësoi njeriu atë që nuk e din. Përfshin çdo dituri nga dituritë e kësaj bote dhe dituritë e ahiretit. Wa hadhu al-kafiri min dhalika zahirun min al-hayati ad-dunya. Dërsa jo besimtari nga dituria që Allahu azza wa jall i ka mësuar njerëzve, ka vetëm atë pjesë e cila ka të bëjë me dynjan,
Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ata din nga dituria, pra, ya'lamuna, dituria atyre që din është vetëm zahiran min al-hayati ad-dunya, pjesën e dukshme, din vetëm pjesën çka shohin, din vetëm pjesën materiale, sepse njerëzit këtu janë fokusuar zahiran min al-hayati ad-dunya, vetëm pjesën e dukshme në këtë jetë, wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ndërsa nga dia e ahiretit, që të kuptojnë këta njerëz, pa jo besimtarët që kanë ardhur në këtë jetë, në këtë dynja, të punojnë për ahiretin, janë ghafilun, janë pavëmendshëm, nuk e kanë mendjen atë fare. وأكرم الله عز وجل المسلمين بخير العلوم وأنفعها ألا وهو العلم بما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه على تفاوت بينهم في ذلك قوة وضعفا. الله عز وجل ka nderuar muslimanët me diturinë më të mirë, më të dobishme. Është dituria e të diturit pse jemi krijuar, pse kemi ardhur në këtë jetë. Kemi arsyeja pse erdhëm në këtë jetë dhe diferencat mes njerëzve në realizimin e këtij qëllimi. Wa qawluhu, kur thotë wa qawluhu, ka për qëllim fjalën e autorit në poezi, pra Hafidh al-Hakami. Wa qawluhu wa bil bayani antaqahum wal khatt bil qalami. Ka mundsoj al-bayan është qartësimi. Antaqahum i bëri pra të flasin qartë. Allahu Azza wa Jall e krijoi njeriu dhe ai flet qartë. Wal khatt bil qalami, dhe shkruan me laps, shpreh gjithashtu nga format se si ai e shpreh çka ka në brendsinë e tij, është edhe të shkruarit me laps. E an Allah Azza wa Jall antaqa al-insana bil bayan, kama qala ta'ala ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. E Allahu Azza wa Jall na tregon nga mirësitë e tij në surën Ar-Rahman. Thot Ar-Rahman, mëshiruesi, 'allama al-Qur'an, ja mësoi pra Kur'anin, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, e krijoi njeriu, 'allamahu al-bayan, e mësoi atë të flasi, e mësoi atë të shprehet. Fa huwa yatalaffadhu wa yatakallamu bi lisanihi ma yabinu amma fi dhamirihi. Ai flet me gjuhën e tij, atë me të cilën bëhet e qartë çdo gjë që ai ka në brendsinë e tij. Wal ibanatu amma fi ad-dhamiri takunu bil lisani wa takunu aidan bil khatt bil qalam. Të shprehë njeriu atë çka ka në ndërgjegjen e tij, në brendsinë e tij, bëhet me gjuhë, bëhet dhe me të shkruar. Thumma qal rahimahullah, më pas ka thënë tek vargu i 4, thumma as-salatu 'ala al-mukhtari akrami mab'uthin bi khayri hudan fi afdali al-umami. Në vargun e 4, pas falënderimit Allahu subhanahu wa ta'ala, sheikhu e pason me salatin mbi Rasulin sallallahu alaihi wasallam. Thumma as-salatu 'ala al-mukhtari, më pas salati qoftë mbi të zgjedhurin, pa i cili është pejgamberi alayhi salatu wasalam, akrami mab'uthin, pra më i nderuari, më i miri nga të dërguarit e Allahut Azza wa Jall, bi khayri hudan, i cili ka ardhur me udhëzimin më të mirë, fi afdalil umami, tek populli më i zgjedhur. I dërguari më i zgjedhur, udhëzimi më i mirë dhe populli tek i cili u dërgua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, populli më i mirë. Këto janë, do të thotë, cilësi të cilat i ka cilësuar, i ka theksuar për pejgamberin alayhi salatu wassalam, për të cilin bon pra salavat. Thumma as-salatu 'ala al-mukhtari akrami mab'uthin bi khayri hudan fi afdali al-umami. Atafa rahimahullah as-salata 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam 'ala al-hamdi wath-thana'i 'ala Allah jam'an fi sadri nadhmihi bayna al-hamdi lillahi was-salati 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam.
Në fillimin e poezisë të tij, fi sadri shi'rihi wa nadhmihi, në fillimin e poezisë të tij, autori mbledh midis falënderimit të Allahut subhanahu wa taala dhe salatit mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Këtu ka si fjalën e Ibn Qayyimit në lidhje me salatin ton mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi sqaruar edhe më parë. Qëllimi është pjesa edukative, sigurisht që edhe anët shkencore janë, do të thotë, qëllimi jon. Dhe pse do të thotë shpjegimi është i shehut është në disa raste i gjatë dhe zgjerohet, sepse ai është përshtat mezhlisit ku ai e ka mbajt këtë ligjërat, këtë mësim. Po e lexojmë të pjesën e salatit, si dobi, si mesele, të jetë e ditur për ne, çështja e salatit ton bi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatuna ala an-nabi al-mukhtar sallallahu alaihi wasallam hiya kama qala Ibn al-Qayyim fi kitabihi Jala'u al-Afham. Salati on ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam është siç ka thënë Ibn Qayyimi në librin e tij Jala'u al-Afham, at-talabu min Allah ma akhbara bihi an salatihi wa salati malaikatihi وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه فهي تتضمن الخبر والطلب. Atëherë, salati jon ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam është at-talab, është të kërkuarit nga Allahu, atë që Allahu azza wa jall na ka treguar ne për salatin e tij dhe salatin e melaikeve ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, e cila është të kujtuarit e pejgamberit alayhi salatu wassalam për të mirë, të kujtuarit e pejgamberit alayhi salatu wassalam për të mirë dhe shfaqja dhe përhapja e mirësisë dhe nderimit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe dëshira për nderimin dhe afrimin e tij. Kështu që salati jon mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam në vetveten e tij mban dy kuptime, al-khabar wa at-talab. Përqendroni se kjo është e veçantë dhe për këtë arsye dëshiroj që ta lexonim. فهي تتضمن الخبر والطلب. Përfshin çfarë? Al-khabar lajmin dhe at-talab të kërkuarin. وسمي هذا السؤال dhe është quajtur kjo pyetje, kjo kërkesë, as-sual është ad-du'a minna. Kjo lutja është quajtur për ne salaten alayhi li wajhain. Për dy arsye është quajtur nga ana jon salat. E para është ahaduhuma annahu yatadammanu thana' al-musalli alayhi. Personi i cili bën salat mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam duke bërë këtë salat, ai po e kujton pejgamberin alayhi salatu wassalam për të mirë. Wal ishadata bi dhikri sharafihi wa fadlihi wal iradati wal mahabbati lidhalika min Allah ta'ala. Dhe po e përhap të kujtuarin e tij për të mirë, po përhap nderimin e tij, vlerën e tij dhe po lajmëron pra për dashurinë, për të dashurën që Allah subhanahu wa taala don që kjo gjë të përhapet në mesin e besimtarëve tek melaiket, pra për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Faqad tadammanat al-khabara wat-talab. Kështu që ka dhe lajm dhe kërkesë. Lajmi është pjesa ku Allahu azza wa jall na ka treguar se inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Allahu dhe melaiket e tij bëjnë salat mbi pejgamberin alayhi salatu wasallam. Fa sallu alayhi wa sallimu taslima. Dhe na ka urdhëruar edhe ne të bëjmë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne tregojmë atë që Allahu azza wa jall na ka treguar me salatin ton dhe njëkohësisht kërkojmë nga Allahu subhanahu wa taala që kjo gjë të jetë të vazhdojmë dhe kjo është pjesë e adhurimit që bëjmë ne ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe është vepër e mirë. Wal wajhu thani, pikpamja e dytë pse është quajtur salati ndaj pejgamberit alayhi salatu wa sallam, salavatet janë quajtur salat, summiya minna salatan li su'alina min Allah an yusalli alayhi. Është quajtur salat sepse ne po i lutemi Allahut, li su'alina sepse ne i lutemi Allahut azza wa jall
që të bëj salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. Salati Allahut Azza wa Jalla ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është të kujtuar dhe ti për të mirë dhe dëshira për të afruar dhe për ta ngretur domethënë për ta ngretur dhikrin, të kujtuarin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe përhapja e të mira dhe vlerës së tij, ndërsa nga ne është kërkimi prej Allahut Azza wa Jalla që ta bëj këtë gjë, të cilën Allahu Azza wa Jalla na ka lajmëruar ta bëj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu, mbaroi fjala e Ibn Qayyimit rahimahullah rreth salatit. Wa qawluhu, nëse fjala e autorit e poetit على المختار أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين على المختار أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين على المختار صلاة شوف بتزيدين برا أي محمد صلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فولنا بيغمبر والمختار هو من أوصافه fjala mukhtar është nga cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wa ma'nahu, kuptimi i fjalës al-mukhtar është al-mustafa, al-mujtaba, që do të thotë pra i zgjedhur. Qala Allahu tebaraka wa ta'ala, Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, Allahu zgjedh nga melaikat dhe nga njerëzit të dërguar. Allahu yastafi min al-malaika, zgjedh nga melaikat ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس تدرجور nga ملائكة dhe nga njerëzit i zgjedh Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله أكرم مبعوث هذا وصف له. Fjala e autorit أكرم مبعوث pra më i dërguar, më i nderuar, kjo është cilësi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. فالنبي أكرم مبعوث أي أفضل رسول أرسل. Pra është i dërguari më i mirë i cili është dërguar. والمبعوث المرسل. المبعوث është pra sinonimi fjalës al-mursal, i dërguar. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال, ka ardhur në transmetim të saktë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyamah, unë jam zotëria i bijve të Ademit ditën e gjykimit. Pra na ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasalam se është më i miri wala fakhr. Dhe kjo është thënë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam për të thënë të vërtetën, se kështu është e vërteta që Allahu subhanahu wa ta'ala ka caktuar të jetë dhe të bëhet. وقوله بخير هدى فعل أوتور بخير هدى أي بأفضل هدى موزين المتمير. وقد كان في كل جمعة إذا خطب الناس يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte në hutbet e tij sallallahu alaihi wasallam ditën e xumë, amma ba'du fa inna khayra al-hadithi kitabullah. Fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jalla, është libri i Allahut. E udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa fjala wa qawluhu fi afdali al-umami tek populli më i zgjedhur, më i mirë, ay ummati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa hiya afdalu umamin nabiyyin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Është populli më i mirë nga të gjithë popujt që janë dërguar në to pejgamberët e Allahut salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ishit populli më i mirë që dolet tek njerëzit. Pra, jeni populli më i mirë që dolet tek njerëzit. Ta'muruna bil ma'ruf, urdhroni për të mirë, wa tanhauna 'anil munkar, dhe ndaloni nga e keqja. Wa tu'minuna billah, dhe
e besoni Allahun subhanahu wa ta'ala. Këto janë, do të thotë, tre cilësi nga cilësitë e shumta dalluese të ummetit islam, këto janë më kryesorët, më kyçet. E ka sjell pra shpjeguesi shejhu si argument për fjalën do thotë shejhut autorit të vargjeve. Argumentet për këtë çështje janë të shumta dhe një pjesë për tyre është e ditur madje për gjithë masën e shoqërisë islame. Gjithashtu ka sjellë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të cilin thot antum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha ala Allah tabaraka wa taala. Ju plotsoni 70 popull. Këtu kiet për qëllim se ka pas popull të shumt, jo numri i përcaktuar, nuk është i qëllimshëm numri 70. Dhe këto janë nga shprehjet arabe. Antum tufune ej tutimune, ju plotsoni pra si numër i 70 i umet, ju jeni i umeti i 70 që ka kaluar. Po jo se kiet për qëllim që me të vërtet ky është umeti i 70, por ka kaluar një numër i madh umetesh, dhe umeti islam është plotësuesi i atyre umeteve, se është umeti i fundit. Antum khayruha wa akramuha, ju jeni më të mirët dhe më të nderuarit ala Allah tek Allah subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. كثاني ابن القيم رحمه الله وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف. ابن القيم رحمه الله thot shfaqet qartë gjurmët e kësaj zgjedhje, pra që ky është umet i zgjedhur tek veprat e tyre, tek morali i tyre, tek tauhidi i tyre dhe nivelet e tyre që kanë në xhenet dhe niveli i tyre që kanë në mauqif ditën e marrjes në llogari. Pas autori ka sjellë dhe transmetime të tjera, argumente të tjera. Mjaftohemi me aq sa tham tek vargu i 4. Pas wa qawlu an-nadhimi wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'in bi ihsanin li nahjihim والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. قوله والآل معطوفة على المختار. في على أوتوريت والآل إباشكان جيتت نجوكيم في على المختار. ثم الصلاة على المختار إذا ما باسلت والآل then be familjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam was salatu ala al-ali was sahbi wal atba'i. Qof salati i Allahut subhanahu wa taala mbi pejgamberin alayhi salatu wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe pasuesit e denj. Wal atba'i qatibatan të gjithë. Wal muradu bil al huna alu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa hum alladhina hurrimat alayhim as-sadaqa. Çfarë gjet për qëllim me al është familja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilëve i është ndaluar, e kanë të ndaluar marrjen e sadaqas. Wa hum aqaribuhu min jaddihi al-aqrab Abd al-Muttalib, janë të afërmit e tij nga gjyshi i tij i afërt Abd al-Muttalib, wa dhurriyyatuhu dhe pasardhësit e tij, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa min alihi dhe nga familja e pejgamberit alayhi salatu wassalam gjithashtu janë zawjatuhu ummahatul mu'minin kama yadullu lidhalika qawlullahi azza wa jall, janë bashkëshortet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nënat e besimtarëve, siç kuptohet qartë tek fjala Allahu subhanahu wa ta'ala ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. توش بيسا argumentimit. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
Allah subhanahu wa taala i drejtohet gratë pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja nisa an-nabi, o bashkëshortet e pejgamberit, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju nuk jeni si gratë të tjera. In ittaqaytunna fala taqda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Allahu azza wa jall i ndalon gratë e pejgamberit alayhi salatu wasalam kur të flasin ta ndryshojnë zërin që mos të ketë tafma ai që në zemrën e tij ka sëmundje. Thuani fjalë të drejta, dhe qëndroni në shtëpitë e juaja, mos u zbuloni siç ishte zbulimi i jahilijes të parë, faleni namazin, jepeni zakatin, binduni Allahut dhe të dërguarit e tij, më të vërtetë Allahu don liyudhibankumur rijsa, të largoj për ju çdo gjë të papastër. Er-rijsa ahlul beyti, pra pjesëtarët e familjes, wa yutahhirakum tathira, dhe ju pastroj nga çdo gjë pastrim të plotë. Kujdesin për mikrofonat, se ankohen. Dikush duhet ta ketë lënë mikrofonin hapur. وقوله والاتباع قاطبة dhe të gjithë pasuesit, qatibatan të gjithë الاتباع أي الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عطفهم عليه. Pra të gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ata të cilët kanë takuar shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, لأنه عطف عليهم, sepse i ka bashkangjitur në kujtim bashkë me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tyre. وقوله والتابعين بإحسان لنهجهم, dhe ndjekësit me të mirë, me mirësi, me devotshmëri, me udhëzim të rrugës së tyre. Wal muradu bit tabi'ina bi ihsan, ajo që kiet për qëllim me ndjekjen me mirësi, man akhadhu anil atba'i ila qiyam as-sa'a, janë ata të cilët kanë marrë udhëzimin nga pasuesit në formën e dur deri ditën e gjykimit. Faqad qala Allahu azza wa jalla, qad qala Allahu jalla wa ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Të parët, السابقون, që ishin të parët, الأولون, prej muhajirinve, min al-muhajirina wal-ansar, nga emigruesit dhe nga ansarët, والذين اتبعوهم, dhe ata të cilët i ndoqën këta të parë, bi-ihsani, ndoqën më të mirë, radhiyallahu. Ndjekja më të mirë është ndjekja në sunet. Pra duke mos shtuar, duke mos bërë risi. Ky është kuptimi itteba'uhum bi ihsan. Ayyukum ahsanu amala, cili për jush është më i mirë në punë, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu al-amal, është puna më e mirë, është ajo e cila është khalisan sawaban, sinqert dhe e saktë. Walladhina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Allahu është i kënaqur ndaj tyre dhe ata janë të kënaqur me atë që Allahu azza wa jall i ka dhënë atyre. Wa qawluhu linahjihim ay saru ala an-nahj alladhina kanu alayhi. Pra fjala e autorit linahjihim, ndjekin nahjin e tij, menhejin e tij, pra menhejin e tyre ka për qëllim menhejin, rrugën që kanë hezur në të shoqëria e parë islame. Qawluhu rahimahullah ma laha najmun wa ma shamsu ad-duha tala'at وعد أنفاس ما في الكون من نسم. Vargu i 6, thot autori, ma laha ay ma dhahara wa tala'a, përderisa ka yje apo shfaqet, pra ndriçimi i diellit në paradite, dhe për aq sa ka gjallësa që marrin frym në këtë ekzistencë, aqherë qoftë salati i Allahu subhanahu wa ta'ala mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe shokët e tij dhe ndjekësit e rrugës së drejtë deri ditën e gjykimit. Wa qawluhu ma laha ay dhahara wa tala'a, qawluhu wa ma shamsu ad-duha tala'a, dhe përderisa dielli në paraditë del,
خص رحمه الله شمس الضحى بالذكر لأنها في ذلك الوقت تشتد إضاءتها وكثيرا ما يخصها الشعراء بالذكر. E ka veçuar Sheikhu rahimahullah diellin në paradite për shkak se ndriçimi i saj është më i madh dhe shpesh herë ndodh që poetët ta veçojnë të kujtuarit e diellit në paradite për ndriçimin që ka. Wa'addu anfasi dhe përderës ajsa nefse ka ma fil koni min nesemi. Në këtë ekzistencë sa krijesa ka që jetojnë dhe marrin frym sawan anfasu nasi au ghayrahum. Qofshin njerëz apo të tjerë, gjallësa. Wa qawluhum min nasami jama nasama wal murad kullu dhi ruh. Nasama çdo gjallësë e cila ka shpirt, aq sa shpirtra ekzistojnë në këtë botë, aq herë qoftë salati i Allahut subhanahu wa ta'ala bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa qasdu an-nadhimi, qëllimi i poetit bi dhikri hadhihi al-umur, në kujtimin e këtyre gjërave, siç i kemi hasë tek poezia më pashme, as-salatu alayhi bil kathra, të bëj sa më shumë salavatën bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salatan kathiratan mazidatan ila yawmiddin. Pra, salavatet të shumta deri ditën e gjykimit. Fa salawatullahi wa salamuhu alayhi وفاته رحمه الله هنا وفي خاتمة النظم ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة عليه ولعل ذلك وقع سهوا. Shpjeguesi Sheikh Abdul Razzaq hafidhullah ka vënë dukje tek shpjegimi i tij se Sheikhut rahimahullah Hafidh al-Hakami i ka rëshitur si këtu dhe në fundin e poezisë të kujtoj selamin mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, se themi as-salatu was-salamu. Dhe këtu ka harruar, thot, ndoshta ka ndodhur gabimisht nga shehu që nuk ka kujtuar as në këtë pjesë të fillimit, as në fundin e poezisë selamin mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe ja ku e gjen arsyen duke thënë wala alla dhalika waqa'a sahwan, ndoshta kjo ka ndodhur pra gabimisht, se nuk ka se si të ndodhi nga një sheh i tillë i njohur në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, amdan direkt është përgjigje është e saktë, dhe kështu duhet. Wala alla dhalika waqa'a sahwan, kjo ndoshta do të ka ndodhur gabimisht. Qala an-nadhim rahimahullah, thot autori rahimahullah tek vargu i 7, wa ba'du man yuridillahu al-'azim bihi khayran yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam. Kish vargu i 7 thot wa ba'du thot hiya kalimatun yu'ta biha lil-intiqali min uslubin ila uslub. Është një fjalë e cila përdoret për të kaluar nga një mënyrë, nga një pjesë në një pjesë tjetër, nga një mënyrë të folurit në një mënyrë tjetër ose nga një drejtim në një drejtim tjetër. Pasi bëhet hyrja në pjesën para se të hyjmë tek thelbi i temës, përdoret fjala wa ba'du, e cila quhet faslul khitab. Çka ke të them shpina? Po të dhim ti shpina në mezhlisë të dijes, nuk e merr dije. Përqendrohu. Wa ba'du man yuridillahu al-'azim bihi khayran yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam. Pra wa ba'du është faslul khitab. Ndan hyrjen nga pjesa ku do të hyj në trajtimin e temës. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hutbet e tij e ka përdor. E ka sjellur shehu autori për rahimahullah sepse këtu tani do të futet në temë. Wa shara'a rahimahullah بدءا من هذا البيت duke u nisur nga ky vargu bi dhikri fadail al-ilmi, duke kujtuar vlerat e diturisë. Nga këtu pasi mbaroi hyrjen tregon për vlerat e diturisë. Pra, nga vargu i parë deri tek vargu i 6 është hyrje. Hyrje në të cilën Sheikhu rahimahullah thot, alhamdulillahi rabbil alamin, ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami, falendron Allahun azza wa jall, hamdin e tregon se është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse hamdi është
ta falenderosh Allahun Azza wa Jall me fjalë, me dashuri dhe me vepra, adhurimi për mirësitë që Allahu subhanahu wa taala të jep ty si njeri dhe për cilësitë e larta dhe emrat e tij të bukur që Allahu Azza wa Jall ka. Dhe e ka mbledh tek fjala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Dhe ka treguar nga cilësitë dhe emrat e Allahut Azza wa Jall, i cili është Dhil Mulki wal Malakuti al Wahidi as-Samadi, posseduesi i gjithçkaje, zotruesi i gjithçkaje, i vetmi dhe pashok, tek i cili kthehen krijesat, sunduesi dhe i ditur i gjithçkaje, i cili ka krijuar njerëzit që më parë si ishin asgjë, i cili i mësoi njerëzve men allama an-nase ma la ya'lamuna, i mësoi njerëzve çdo gjë, i mësoi njerëzve pra që ka dobi për to, atë që nuk e dinin, wa bil bayani antaqahum, dhe ja mundsoi Allahu subhanahu wa taala të flasin, wal khati bil qalami, dhe të mësojnë të shkruajnë. Thumma salatu ala al-mukhtari akrami mab'uthin bi khairi hudan fi afdalil umami, më pas falënderimit bën salatin mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, të dërguarin e fundit, vullën e pejgamberve, më i dashuri dhe më i zgjedhuri tek Allahu subhanahu wa taala, i cili ka ardhur me udhëzimin më të mirë tek populli më i mirë, tek umeti më i mirë. Dhe salati i Allahut qoftë gjithashtu mbi familjen e tij, wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan, për shokët, për familjen, për shokët dhe pasuesit të gjithë, o tabi'ina bi ihsanin, dhe ndjekësit e tyre me të mirë, linahjihimi, ndjekësit e tyre të mirë, të metodës së tyre, të metodologjisë së tyre, dhe ky salat i Allahut qoftë i përhershëm dhe i vazhdueshëm, përderisa ka yje që shfaqen duken gjatë natës, apo ka dielli i paraditës që del dhe ndriçon, apo aq sa krijesa ka dhe aq sa ekzistojnë nga këto shpirtra në këtë botë, min nesemi, pra min al-khalaiq, nga krijesa. Dhe më pas thot, wa ba'du man yuridillahu al-azimu bihi khayran yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam. Pas hyrjes thot, për këtë don Allahu i madh mirësi për të, yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam. Kë ka në hadith, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din, është më sukun. Këtu e ka vendosur Sheikhu rahimahullah me domme yufaqihuhu fi dinihi al-qiyam, sigurisht që për domosdoshmëri poezie. Yufaqihu fi dinihi, yufaqihu fi din, ka ardhur hadith, yufaqihu fi dinihi al-qiyami. I rëndit argumentet, transmetimet e ardhura në të cilat ka nxitje për kërkimin e diturisë. Pra, këtu hym tek thelbi i temës, për cilat shehu ka shkuar të vargjë. Këtu e ndalojmë me gjithësin për sot. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.